Historia e radhës që do të sjell pranë jush është një histori që në fakt mua më ka tronditur. Bëhet fjalë për 200.000 euro flori që ky burri ka bler gruas në martesë, sepse tradita nga zona ku ai vjen kështu e ka. Dhe kjo grua nuk vuri asnjë gjë në kandar. Ajo tradhtoi burrin e saj pa ju dridhur qerpiku fare. Nuk kam shkruar kur më parë për jetën time. Ndoshta sepse gjithmonë mendoja se burrat nuk kanë qenë burrat dhe burrat nuk ankohen. Burrat nuk shprehen. Por ndonjëherë kur brenda teje grumbullohet shumë, dhimbje, ajo kërkon që të del, qoftë edhe duke rënë në faqe të bardhë, në rrëfim të gjatë të hidhur. Ky rrëfim nuk është për të më shiruar, nuk është për të fajsuar dikë. Është thjesht mënyra ime për të shëruar zemrën që më është këputur në copa e copa të vogla. Dhe historia ime nuk fillon me tradhti. Fillon shumë më herët, me ëndra, me besime, me sakrifica dhe me gabime. Kam ardhur nga një familje e varfër, por e pasur me nder. Baba im ishte bur i ashpër, me duar të plasaritura nga puna. Më kujtohet si mbrëm që rinim pranë sobës, ku ai më thoshte me zë të ulët: "Djalim, jeta është e vështirë, por nëse ruan nderin dhe besën, askush nuk të shëmb. Dhe nëse të rrezon koha, ngrihesh përsëri. Por po e humbe besën, s'ke më fytyrë." Aty mësova ato dy fjalë që mu dëhoqën gjithmonë: besa edhe nderi. Kur u rita, fillova të punoja herët. S'dija ç'ishte rinia. Punë me lopata, me çekiç, me beton, pastruam lokale, punuam në sera, çfarë do që sillte para. Kursim pas kursimi, vit pas viti për të ndërtuar një të ardhme që besoja se e meritoja. Unë e quaj kapitull tjetës time takimin me të dashurën që mu bë në iluzion. Kur e njoha atë s'kisha asnjë dyshim, ishte e qetë, e butë, më shikonte me sy që më jepnin ndjenjën se edhe unë mund të isha i lumtur. Ajo e dinte se sa vështirë kisha punuar, e dinte se nuk isha djalë që i vinte gjithçka nga qielli, e megjithatë më tha: "Unë dua një njeri me zemër, e jo me para." Dhe unë e besova. E besova aq shumë sa shtrova jetën time si një qilim nër këmbët e saj. Punova disa vite në Zvicër, punë të rënda, atje ku shpirti lodhet para trupit, ku dita fillon herët dhe mbaron vonë. Por Zvicra të jep rrok të drejtë për punë të ndershme, dhe unë kurseva çdo frank që mundja. Ndarja me familjen ishte e dhimbshme. Nata më hante nga mendimet, por kisha një qëllim të krijoja familjen time. Një shtëpi ku zërat të qeshtin dhe jo të grindeshin. Dhe pastaj si çdo shqiptar me tradita mblodha florint, kursimet, gjithçka, rreth 200.000 euro, se kështu e kërkon zakoni, kështu e kërkon deri, kështu fillon martesa. Nuk më bëhej vonë, vetëm doja të ndërtoja. Vera asaj dasme ishte e zjartë, muzika, daulle, buzëqeshjet e njerëzive. Isha lodhur, por isha i lumtur. Të gjithë bisedonim se ishte dasma më e bukur që kishin parë. Kur e pash atë në fustan të bardhë, më dukej sikur çdo sakrificë kishte marrë vlerën. Ajo më përqafoi dhe më tha faleminderit që bëre gjithçka për ne. Në ato fjalë besova. Në atë natë pa e ditur se ajo do të ishte nata e fundit që besova tek ajo. Sepse disa dashuri nuk janë bekim, janë paralajmërim. Pas dasmës ne u kthyem në Zvicër. Aty e filluam jetën tonë të re. I gjeta dhe punë gruas time në të njëjtin vend ku punoja dhe unë. E rekomandova te shefi im, njeriu që e quaja mik. Gabimi im më i madh, besimi im i verbër. Ai ishte njeri që e respektoja,
i cili më kishte dhënë shumë mundësi. Por kishte edhe një të keqe, ishte manipulues. Shikonte gjatë, mënyra si shikonte gratë e punës më shqetësonte, por kur nuk mendoja se do prekte gruan time. Kur i prezantova, kjo është gruaja ime, a i zjati dorën dhe buzëqeshi gjatë. Ajo uli syt me turp, unë i lumtur sot mendoj, a ishte ajo buzëqeshja e tij, fillimi i fundit tim, apo çfarë në realitet ndodhi me jetën time. Pas disa javësh fillova të vërej gjëra që nuk më pëlqenin mua. Ajo vishej ndryshe për në punë. Telefoni i saj rinte me zë të heshtur. Futej në WhatsApp dhe dilte me shpejtësi. Shefi im bëhej gjithnjë më i kujdesshëm me të. Bisedat e tyre bëshin më të gjata. Dhe një ditë unë e pyeta: "A je mirë?" "Të shoh të lodhur." "Po, thjesht punë ma ktheu." Më tha, si jemi mësu të dyshojmë, e unë e dëgjova. Ajo filloi që të vonohej nga puna. Nga njëherë me arsyetime të pakta, do bëjmë inventar, shefi më kërkoi të ri pak më gjatë, ishte shumë punë sot. Shpirti im po qelbiste dyshim, por logjika ime e mbyste. Mos u bë si burra të xhelos. Ajo është gruaja jote. Ajo s'të bën kur këtë gjë ty. O si kur njeriu ta dëgjonte zërin e brendshëm. Unë këtë pjesë tani e quaj nata e mallkuar. Ishte një natë e ftohtë. Unë mbarova punën më herët sepse një makineri u prish dhe na dërguan në shtëpi. Nuk i thash asgjë gruas. Doja ta befasoja. Kur hyra dera ishte pak e hapur. Çuditshëm, shtëpia ishte në qetësi absolute. Pash dritën e dobët të dhomës son, bëra disa hapa pa zhurmë dhe ajo që pash nuk ishte sken. Ishte shpërthim. Ato ishin bashk, në dhomën time, në krevatin tim, shefi mbi gruan time, gruaja ime që më kishte premtuar besën, dhe miku im që unë në punë e quaja vëlla. Nuk bërtita, thjesht ngriva. Ajo ngrit dhe filloi të qante. Nuk është ajo që duket. Ai më tha: "Vëlla, më fal, ishte gabim." S'dëgjova më asgjë. Ika, dola jashtë, mbështeta shpinën te muri dhe ndjeva një dhimbje që s'kam fjalë ta përshkruaj. Nuk ishte thik, nuk ishte tradhti, ishte vdekje e ngadalë të shpirtit. Ajo u largua me të, nuk më kërkoi falje, nuk u kthye, nuk luftoi për martesën. Thua se kishte pritur ditën kur të zbulohej. Të gjitha kursimet, të gjitha paratë investuara në të Florint, vitet që i dha shkuan kot. Mbaj mend vetëm veten time duke ulur në shtrat, me duar që më dridheshin dhe duke përsëritur si mundem, me të cilin e punsova vetë, me atë që i besova. U mbylla në vetvete, fillova të humbisja peshë, sytë e mi nuk shihnin më të ardhmen. Ishte si të jetoja në trupin tim pa shpirt. Njerëzit në punë më thoshin: "Bëhu burr, lëre se nuk vlen, do të gjesh një tjetër." Por si t'ua shpjegoj, nuk më dhimbte ajo që iku, më dhimbte që unë nuk e pash këtë në kohën që më morën nderin me shkel. Që e trajtova dikë si mbretresh dhe ajo më ktheu në sklav të jetës së saj. Edhe çfarë më mbeti pas? Një zemër e qarë, një besë e vrarë, një burr që mblodhi copat e shpirtit dhe një histori që s'dua askush ta përjetoj. Unë mësova se njerëzit që i dua më shumë kanë fuqinë të na shkatrojnë më keq se kushdo. Dashuria pa respekt është helm dhe ndershmëria është dhuratë e jo detyrim.
Në fakt këto janë fjalët e këtij burri të lënduar që unë do t'i kisha thënë që ti e ke bërë gjën tënde, Zoti do të shpërblej për mirësinë tënde dhe kur mos hiq dorë se e mira një ditë do të kthehet përsëri.